Gjykata e Lezhës ka dënuar me 12 vite burg Simon Gjokën, 38 vjeç nga Miloti, i cili fillimisht u arrestua në shkurt të këtij viti për vjedhje baktish, ndërsa gjatë hetimeve u zbulua se kishte pasur marrëdhënie me një vajzë të mitur. Prokuroria kërkoi dënimin e tij me 18 vite burg, por duke përfituar uljen e 1/3 së dënimit për gjykim të shkurtuar, Gjoka do të vuajë 12 vite heqje lirie për akuzat vjedhje e kryer në bashkëpunim dhe marrëdhënie seksuale me të mitur. Pavarësisht mohimeve të tij gjatë procesit gjyqësor, trupi gjykues është shpalli fajtor në të dy veprat penale. Në dëshminë e vajzës 13 vjeçare, e marrë në prani të nënës dhe psikologut, ajo ka pranuar se kishte lidhje me 38 vjeçarin dhe se gjithçka kishte ndodhur me dëshirë, siç është shprehur në hetim. Ajo ka shtuar se Gjoka e kishte prezantuar me persona të tjerë çka ngriti dyshime për shfrytëzim për prostitucion. Në telefonin e të miturës u gjetën foto intime që ishin dërguar të pandehurit, i cili kishte marrëdhënie miqësore me nënën e saj, një grua që shiste qirinj pranë kishës së Shënandout në Laç. Simon Gjoka u arrestua në shkurt 2025, pasi hetimet zbuluan se ishte përfshirë në vjedhjen e baktive në fshatin Gajush dhe dyshohet po ashtu për disa raste të tjera vjedhjesh në zonat përreth.